e pa imagjinueshme mashtrimi tyre. Në shpallin, kryetar në Kerma Kapitale, kryetar të KRRT-s Tiranë. Cila është e vërteta? E vërteta është se klubi Shumë Sports Partizani ja ndryshoi drejtimin nga zonë sportive në zonë ndërtimi. Edi Rama me datën 5 maj të vitit 2006 pa asnjë kërkesë nga pronar. Procesi ndaj liderit e opozitës Sali Berisha dhe dhëndër të tij Amarbër Maltezi në çështjen Partizani karakterizohet nga manipulimi provave, ekspertiza të falsifikuara dhe hetime me prapavi politike. Sipas mbrojtjes, prokuroria ka paraqitur prova të pavlefshme dhe ka shkelur rënd procedurat ligjore. Florela Davidi ka faktorizuar në mënyrë të hapur spakun. Avokati Gent Gjokuta i theksoi se ekspertizat janë kryer nga ekspert të njëanshëm. Toka është vendosur në mënyrë të rrem në qendër të Tiranës dhe deklarimet e prokurorisë nuk përputhen me dokumentat zyrtare. Ai denoncoi gjithashtu faktin se SPA ka refuzuar të therrasë për dëshmi figura të rëndësishme si Edi Rama, ndërkohë që ata akuza nuk përcaktojnë qartë vendimet e palishme të Berishës apo Maltezit. Gjokuta e akuzoi gjykatën për njëanshmëri dhe